أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na lehtësoi dhe na mundsoi që ta agjerojmë këtë muaj. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na dalloi nga shumë krijesat e Tij dhe na mundsoi që disa çaste të qëndrojmë pranë Tij. Vëllezër të nderuar, edhe pse kisha ndërmend që të flas një tematik 6 sende që njeriu I përjeton të xhenetit para se të hyjë në xhenet. Mirë, po këtë do ta lëm për netet tjera. Po do flasmi për halin dhe gjendjen e muslimanëve, ku mjerisht tham që fillimi I Ramazanit stërmbushen xhamit dhe nota e 27. E pastaj boshadisen xhamit. Cili janë sekreti pse muslimanët dhe në këtë muaj janë të neglizhuar dhe të angazhuar dhe të preokupuar me sende ditësore dhe tretësore. Nga se ata ende se kanë kuptu thelbin, esencën e agjerimit. Muslimanët më duken se agjerimin e trajtojnë sikur që ja pra na obligove pe krimna edhe boll në kemë për neve. Ato faktikisht se kanë kuptu edhe esencën e ibadetit. Para ta përmjerisht thamë se eja shikone namazin e notës, në veçanti kumanovartë, as 10% nuk janë xhami. Se kumanovartë flenë Ramazan që të qohen ngritën 11 muaj mas Ramazan. Se në braktisin gjumin. Për shkak se Allahu mirësit ku që afron dikujt, mos mendoje se ja vazhdon çdo herë. Si t'i jep Allahu t'i merr. Për atë vëllezër të ndershëm, po e përsëris edhe një herë, edhe shumë herë. Se pejgamberi Allahut kur ka thonë që veprat e birit Ademit janë për ta, përveç se agjerimi është për mu, besoj se që ki agjerim I jonë që ja krim Allahut nuk është për Allahut. Se s'ka mundësi agjerimi të jetë për Allahun e elementet e qera të mungojnë që janë gjithashtu njëkohësisht ushqim dhe rriqe dhe pranim I agjerimit Allahut. Sa shë mundur, sa shë logjikshme, që ne Allahut Azza wa Jall që ja bojmë vetëm disa qaste ditën, ne si që themi shkele shkonja ibadet, si kur Allahu ka nevoj për neve, a ne nuk jemi të nevojshëm për Zotin tonë. Thash dhe në dersin e kaluar. Agjerimi me plot kuptimin agjerim, është agjerimi që arrin qëllimin. Qëllimi I agjerimit është kultivimi I besimit. E kultivimi I besimit do të thotë do e mos pema më rrit me dhonë
frytin në jetën e muslimanit dhe jashtë Ramazanit. Kjo pemë e cila nuk kujitët. Kjo pemë e cila nuk kujdeset për ta. Kjo pemë që nuk i kushton rëndësi asaj, Allahu e ka përmend në Kur'an këtë lloj pemës. Methelu kelimetin khabitha ke metheli shajaratin khabith. Pema e keqe sikur fjala e keqe sikur se pema e keqe. Agjerim me sharje ofendime, agjerim me hidhërime dhe zemërime, agjerim vetëm uri dhe eqje, është sikur pema cila nuk zën vend asnjëherë në jetën e muslimanit. Sa shë mundur. Ramazani qkoje edhe të bësh hadisën në xhamit, nën kupton se kia xherim nuk e ka lujtë rolin jetën tonë pse ka ardhur. Tërdesin e kalum se agjerimi është plugu që lëron arën tonë, arën e zemrës, që të kultivohet pema dhe të del t'i shlon rrojt thellë në tokë dhe të rritët. Agjerimi Ramazania pranvera e muslimonit, pranver nuk mjellë, në vesht s'ke qka pri qka korë. Qka korë një ju 10 ditët e fundit, kurse 20 ditët e para s'keni mjellë në ta asgjë. Keni qitë farë, ama në therra, se keni lëru arën. Lërimi arës është agjerimi plugu. Përpara kanë thonë se sa tjetë plugu më i madh, çaq fara gjithashtu edhe bima bëhet e kultivuar më e madh. A ka qenë kështu? Dhe ajo ka pas zanat. Dhe ajo dash plugun me drejtu, si s'me lëru. Plug jo, gur plot në ta, thera plot në ta, diçka se di si ti namaz, goja më hapët, si kur mos me pas fletën një mund, të hapët, se ti kejt thera e ki e zemrën, e kejt gur, qish po do ti me ndëgju, me shiju ambëlsirën e Zotit tënë. Asta Uthman ibn Affani, na mi pas pastru zemrët tona me Allahun, kur nuk ishin ngop me ndëgjimin e fjallës e Zotit tonë. Heki gurt. Pastroje pa kopshtin tanë. Kopshti nuk pastrohet vëllezër të ndershëm i stërmbushur me gjuna. Drishk duhet heket gjithë qish nga zemra. Ramazani e xherimi është detergjenti më i mirë. Kja kiselina varekimi. Nëse dhe Ramazani nuk ta hek drishkin, s'ka sen që ta hek drishkin e zemrës tonë. Amo ti kishti hilen në agjerimin tanë. Sja ke bon agjerimin Zotit tanë që ishtë duhet. Se sa shë mundur. Njeri u me hek paltën, me hek fanelën, me hek këmishën, edhe mos me një frekski. Na nuk e në një freski për çka këse, jemi konë të mbëshqelur, zemra jo në konë e mbëshqelur me palto, me drishk, edhe është tërmarë mos me një. A më me he kejt palto. E mos me një, në nënkopton se ende gur kosh, këmbin, gur narën tonë, zemrën tonë. E Allahu nuk të vlerëson sa i lodhë. Allahu të shpërblen sa që ajo toka jote ka dhonë frit. Ditër e kiametit Allahu nuk pitë sa ki nejnë kam ti. Para ta se lefët, kër e pitëm një omerin, tha qish ishin fund të tyre, tha ato puno ishin pak, a më shumë u shpërbleshin. Se bereqeta ore i pëke shumë. Kishin plen natural, jo artificial. Para ta ma bio ishin bimet e tyre. Ara e imanit në zemrën. Plugu, agjerimi, shiu, a Kur'an.
Çdo jetë që ndëgjon dije se pikëshiu I cili pikon në rëndon e ta zbutarën. Nëse s'ta zbut para nat, ditën ka me ta zbut. Nëse s'ta zbut më në taravi, namaz natë ka me ta zbut. Nëse s'ta zbut duke lexu, ka mundësi me ta zbut duke ndëgju. Se pejgamberi Allahut Ubej ibn Ka'b I thoi ke lexo Kur'an. Ja Rasulullah, çish lexoj ti të ka zbrit, tha unë kam dëshirë të ndëgjoj nga qenë. Të njerë kur ndëgjon dikan më shumë dikon se vetë kur lexon. A është vërtet? Zdi, s'ki arsye. Mora pa qëtërshi. Shiu I vetë mja Kur'ani. Ama Kur'ani është vetëm se që e lullzon pëjmën del për mi tokë. S'ka mundësi, ki ba ato bujqit aranjera, mitën të bonë, najlona dhe këshirin, elbet dhe një frim mos po del, po naj ban najlonin. E pse këtë najlon thot me majt nëzetësi, në po? Me majt nëzetësi? As ban nëzetësin me majt vich një natë edhe me ek najlonët? Ja, po, nuk rritët, tha. Se ajo do dhe drit. A ban me najlon nëzitha, s'ban. Pse për çkak se drita me dëpërtu dhe nëzeti. E drita dhe nëzeti është namazinotës. Namazu. Namazinotës, a drita dhe ngrotësi. Ajo e cila e rrit pëjmën. E rrit, sa e rrit, deri sa degët duhet me mri mas larti, e për këtë pëjmë Allahu Azza wa Jall ka thonë, asluha thabit, wa farwaha fis sama, tu'ti ukula kullahin. Rojt I ka thellë qënoshë në tokë, degët lartë në qelë, edhe ajo nuk është më pëjmë sezonale. Ajo është pëjmë e përjetshme. Edhe mas Ramazani ki në gjami kur të thejrë Allahu Akbar, si kur ka qenë në Ramazan. A nëse e gjenë vetën jashtë të Ramazanit, si e në gjami ku I ki qenë në Ramazan, dhije se pëma jote, runa Zot, ja rojnë janë kalbë, ja krejt e sarit e verdh ka dalë që s'ka bon ala frit dhe nuk e ka dhonë fritin e Ramazanit. Pra Ramazani vëllezër të ndërshë, me dhonë fritin e vetë, është që ne me ushtru, me strevi dhe vetën tonë, me qëndru para në Zotit tonë. A din që ka do me thonë? Me qëndru para Allahut Azza wa Jall në taravi apo në maznot. Mi thonë o Zot, unë se kam dërmen me dal jashtë. Unë se kam dërmen safin me shlu. Unë se kam dërmen pikën me shlu deri sa të zbutët zemra jeme, deri sa të kënaqet me fjalët e tua, po deri sa o Zot të mbajsh mik tonin. Na kena ardhë në taravi, namaz, në gjami, e di pse? Mu mitësu me Allah. A ka të interesu me mitësu me Allah? A keni dëshirë mu mitësu me Allahun Azza wa Jall? Pse namaz natë? Pse bashkë natën? Veçantin fund natës? O, jashtë orarit, s'të pranon kur kush veç u miki jot. Kush pi kafe me ti jashtë orarit? Do s'ti jot që e do. Para ta Allahu Azza wa Jall që t'ka pru këtu, a t'ka dasht, a s'ka dasht? T'ka dasht? Se jashtë orarit jemi. Allahu Azza wa Jall thot ku ta du dikan, atëre mos ta ketë dert, se unë e mbikëqiri ata, çfarë dojet let lipe? Pse mara lip s'te kejt dirt, veçëm dirt Allahu Azza wa Jall nuk ja trokit? Pse lipi qerë? Pse preshpeson nga qerë? Pse ankohesh të qerë, kurse ti pranë Zotit tanë të dera je dhe Allahu thot, lip, çfarë të duar se do t'jap? Kërkon ndim se do të ndimoj. Unë jam depoja jote. Trokiti dirë të Zotit tanë, ankoju, ka thonë pejgamberi Allahut, edhe nëse kripa e bukës të mungon, edhe ripët e nollët nëse të kanë këput, lipja Zotit tanë, se ki arti mu mitësu me Zotin tanë. Pa I thoi për ata, thuj, elhamdulillahu Zot, që ma mundësove që dhe të rupi jem të qëndron para në teje, lusim Allahun Azza wa Jall, si qëndrojnë trupat, të qëndrojnë dhe zemrat dhe shpirtat, të përjetojmë fjallën e Zotit tonë, si kur të komunikojmë me ta, si që pytë pejgamberi Allahu se çka është ihsani, tha të adhurojsh Zotin tanë, si kur që e shef, e ti nëse nuk e shef, a I të shef. Lusim Allahun Azza wa Jall, që Allahut na I pranon ibadetet, wa aqulu qawli hadha, واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك